Dhjetra qytetarë të Gjakovës, të prirë nga familjarë të vrarëve e zhdukurve, bllokuan hyrjen e kishës ortodokse, duke dashur që në këtë mënyrë të pengojë të futen brenda pelegrinët serbë dhe vetë ministrin pa protokol Aleksandar Vulin. Në afërsitë të kishës së Podgoricës, qytetarët e mbledhur u përleshën me policinë e Kosovës, duke dashur që me çdo kusht të ndalojnë hyrjen e pelegrinëve në kishë. Dy autobus me pelegrinë serb që kanë dashur të shkojnë në kishën ortodokse për festimin e Krishtlindjeve u bllokuan rreth 100 metra afër kishës. Ata u bllokuan nga automjetet, të cilat u lanë në mes të rrugës. Qitën edhe barikada, ndërkohë arrestuan nga policia Besnik Sharani. Ndërka që nënat u pan të jetë të revoltuara. E gjithë kjo situatë edhe pas përpjekjeve të policisë bëri që vërtet kësaj radhe pelegrinët të mos lejohen të hyjnë në kishë. Në Srete Komnova nga thirrjet e nënave tha se serbët në Gjakovë nuk kanë çka kërkojnë. Në këto momente askur më mas lutës kemi prit shkije që kanë ftyrë, që kanë djenja marrë me vizitu Kosovën, e lemo Gjakovën. Njerëz të pafajshëm, familjar të pafajshëm, i kanë mush, vorë krejt Gjakova është, neve plaga për nga kullon gjak. Hala sfidime dhe 1700 qytetarë ku i kemi. Djem, vajza, pafajshëm. Për qelen varezat në përrashka, si shin ngopë që në kanë brarë, në kanë masakru. Po dhe i kanë betonu në për rashk. Edhe ju kanë vënu emnin Kosmet Put. Me kalu në për trupa fëmijëve tonë. Në përkrahjet e tyre erdhi dhe kryetaria e komunës Mimoza Kusari Lila. Sinqerisht besoj që gjitha organet kompetente dhe organet e rendit, organet vendimarrëse së pari, nuk do të lejojnë një vizitë të tillë. Gjakova është vendi i fundit që një përfaqësues si qeverisë serbe duhet të vijë në këtë rast, pasi që edhe nuk ka gatishmëri nga ana e tyre për kërkuar falje dhe këtu ende janë shumë të freskëta plagët nga lufta e fundit. Ajo tha se ka marrë garancinë nga qeveria e Kosovës se ministrit serb nuk do t'i lejohet hyrja në Gjakovë. Pas insistimit ton, atij është tërheq leja ta vizitoj Gjakovën, kështu që në Gjakovë, në kishën ortodokse do t'jenë vetëm pelegrinë si vinë zakonisht. Ai ka pas vizitë ndame për i tyne, do më thonë ardhja e tij në Gjakovë ka qenë para pa me ora 3 pas dite, ndërsa tash sipas informacionit fundit, leja për vizitë Gjakovës ju ka tërhequr. Numri i konsiderueshëm i qytetarëve të Gjakovës janë mbledhur para hyrjes së kishës ortodokse në Gjakovë, duke mos lejuar kështu hyrjen e 2 autobusëve me qytetarë nga Serbia, ndërkohë që situata ka eskaluar. Por qytetarët nuk pati çka t'i ndalë. Ata u shprehën se jo vetëm Vulini, por asnjë serb nuk mund të hyjë në këtë qytet me shumë plagë.